Në 2 vitet e fundit, mbi 125 dëshmitar të ftuar nga prokuroria e specializuar kanë thënë dëshmitë e tyre lidhur me akuzat që rëndojnë mbi shkrirjet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kjo shifër përfaqëson një proces më të gjatë dhe më të ndërlikuar në kuadër të gjykatës speciale, teksa prokurorisë po i afrohet përfundimi i afatit për të vërtetuar akuzat e ngritura, e ardhmja e këtij procesi gjyqësor mbetet e paqartë. Dëshmitë e dhëna deri tani janë pjesë e një procedure të gjatë dhe komplekse, por mbetet të shihet nëse ato do të jenë të mjaftueshme për të mbështetur akuzat në mënyrë të bindshme. Sot zëra e prokurorit të specializuar ka njoftuar se ka përmbyllur paraqitje nga ana e saj të provave në gjyqin ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, Kadri Veseli të Recep Selimit e Jakub Krasniqit. Gjyqi filloi më 3 prill 2023. Sipas njoftimit në procesin e paraqitjes së provave të saj, ZPS-ja thirri për të dhënë dëshmi drejt për drejt në sallën e gjyqit 125 dëshmitar. ZPS-ja paraqiti rreth 30.000 prova materiale në shumë gjuhë dhe ZPS-ja ka bërë deri tani, më sot, 1430 parashtesa lidhur me këtë çështje gjyqësore, thuhet mes të tjerash në njoftim. Në këtë fazë vendimtare, vendimarrja është përshëndruar në hapat e radhës që do të ndërmerren nga prokuroria dhe reagimet eventuale të mbrojtjes, ndërsa opinioni publik dhe familjarët e të akuzuarve presin me shqetësim përfundimin e këtij procesi. Avokati Ardian Bajraktari, në një përgjigje për Bota Sot, thotë se prokuroria nuk ka arritur të vërtetojë dyshimet për hierarkinë komanduese dhe as për të ashtu quajturën ndërmarrjen e përbashkët kriminale. Sipas tij, procesi është shoqëruar me shkelje të parregullsisë dhe sipas standardeve të një gjykimi të drejtë, ish-krierët e UÇK-s duhet të ishin tashmë pranë familjarëve të tyre. Më tej thotë se akuzat e reja për pengim të drejtësisë duken më shumë si një përpjekje për të justifikuar dështimin e prokurorisë në këtë proces të padrejtë të stërgjatur. Me aq sa kemi parë deri tani, prokuroria nuk ka arritur me i vërtetuar dyshimet e saj për sa i përket çështjes së hierarkisë komanduese, e aq më pak ato që ndërlidhen me të ashtu quajturën ndërmarrje përbashkët kriminale. Vlen të theksohet se procesi është karakterizuar me shkelje dhe parregullsi të shumta, sikur të kishte proces të rregullt dhe të bazuar në ligj dhe praktikën e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit, ish-krierët e UÇK-s, nëse jo më herët se pak nga fillimi i prillit të këtij viti, do të duhet të ishin në shtëpi me familjarët e tyre, nga se pas përfundimit të deklaratave të dëshmitarëve të prokurorisë, nuk ka asnjë kusht e as arsye ligjore që ish-krierët të mbahen në parabugim. Me veprimet e saj, prokuroria e specializuar me akuzat për pengim të drejtësisë, në bindjen time, në masë të madhe po vepron në tentativë për të justifikuar për dështimin e saj në këtë proces të padrejtë të stërgjatur, shpjegon ai. Juristi Blerim Burjani thotë se çështja është në fazë procedurale dhe pritet që prokuroria të deklarohet qartë nëse ka prova për aktgjykim apo nëse heq dorë nga padia. Sipas tij, ky hap është vendimtar për vijimin e mëtejshëm të procesit. Tashmë çështja është në fazë procedurale, prokuroria ka kryer punën e vet dhe nëse ka diçka të veçantë, duhet të deklarohet qartë, duhet të bëhet e ditur nëse ka arritur të sigurojë prova dhe nëse kërkon nxjerrjen e aktgjykimit apo nëse heq dorë nga padia për shkak të mungesës së provave. Prandaj tash pritet deklarimi i mëtejshëm nga ana e prokurorisë. Ky deklarim duhet të jetë i qartë dhe i plot në mënyrë që të dihet se si do të vazhdojë më tej procedura, përfundon ai për Bota Sot. Sipas akta akuzës, krimet e kryera kundër qindra civileve dhe individëve që nuk ishin pjesëmarrës në luftime në një periudhë prej të paktën nga marsi i vitit 98 deri në shtator 99 në shumë vende në të gjithë Kosovën dhe në Shqipërinë e Veriut. ZPS-ja njofton se në këtë gjyq janë pjesëmarrësh më shumë se 150 viktima dhe ata përfaqësohen nga avokati i viktimave. Nga ana tjetër, avokatët të mbrojtës të ish-prokurorëve të UÇK-s e kanë informuar trupin gjykues se synojnë të dorëzojnë mocione për vëzhgimin e akuzave, njoftoi Gjykata Speciale të Maqurën. Kujtojmë se Gjykata Speciale deri tash ka dënuar për krimin lufte 2 ish-pjesëtarë të UÇK-s. Sali Mustafa është dënuar me 22 vjet në akuzë për vrasje të palishme, dalim arbitrar dhe torturë.
ndërsa Pjetër Shala është dënuar me 18 vjet heqëlirje për veprat penale, ndalim arbitrar, torturë dhe vrasje.